Paqja me ju, vëllezër dhe motra. Tashmë jemi në kapitullin e 14 të Ungjillit të Gjonit dhe ju ftoj që ta dëgjojmë me vëmendje. Dishepujt kanë marrë disa lëkundjet për Jezusit. Jezusi dëshiron që ne të hyjmë në realitetin tonë. Ai ka lajmëruar më njëherë. Juda ka me batrathim. Ai ka me ik. Krishti ka me ik. E dhe Pietri ka me mohu atë. Atëherë, në këto gjendje, në këto rrethanat, dishepujt janë të shqetësuar. Atëherë Krishti i drejton këtyre fjalëve. Le ta dëgjojmë. Leximi i Ungjillit të Shenjtë sipas Gjonit. Mos u shqetësohet zemra. Besoni në hyjin edhe në mua besoni. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Po të mos kishte, a do t'ua thosha. Po shkoj t'u bëj gati vendin. Kur të shkoj e t'u përgatis vendin, do të vi prap e do t'u marrë tek unë. Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Kur shkoj unë, ju e dini rrugën. Zotëri, i tha Toma, ne s'dim kah po shkon. Si pra mund ta dim udhën? Jezus ju përgjigji. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon te kati, posin e për mua. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë vëllezër dhe motra, janë dy gjëra që na ndihmojnë me kuptu këtë Ungjill pak më mirë. Një që Krishti është u bë edhe një lidhje me pashket e hebrejve, me pashket kur ata kanë dalë prej Egjiptit në tokën e premtuar. Edhe kur ata ishin afër tokës së premtuar, edhe Zoti nëpërmjet Josuehu i ka thënë me mos pas frikë. Edhe ata kanë pas frikë. Zoti e kishte dhënë tokën gati, po toka kishte armiqt. Por Krishti, më thënë, hyi, shkonte përpara tyre. Edhe ai vetë kishte me luftu për ta, për me i dhanë falas tokën e shenjtë. Por ata kanë parë fuqinë e tyre, forcat e veta, përballë armiqtë që ishin më të fortë se ta. Atëherë kanë pas frikë. Krishti na thotë sot, mos kini frikë, mos u shqetësohet zemra, mos u shqetësohet. Mos u shqetësoni, që Krishti ka me luftu për ne, ai ka poshtur vdekjen. Edhe ai ka më shumë forcë se mëkatet tona. Ai ka dëmshuri për ne, ai ka mundësi me na ndihmu me shkel armiqtë tanë që nuk janë njerëzit, nuk janë personat, janë mëkatet, janë djajt. To personat që janë djajt, jo njerëzit. Mirë. Gjë e dytë. Nuk është vetëm një kalim nga vdekja në jetë. Ne jemi të ba pashket tona, po edhe pashka në mënyrë përfundimtare do të jetë, ku ne do të kalojmë nga kjo botë në jetën e pasosur, që çka Krishti ka ba. Krishti ka kaluar nga kjo botë në prekrin e Atit. Edhe ai ka dëshirë që ne të bëjmë të njëjtën kalim me të. Edhe ai ka shkuar përpara nesh. Ai ka përballuar vdekjen, edhe ka mposhtur, ai përpara. Edhe na pri, si Mojsiu, si Josuehu, ai shkon përpara. Edhe ai ka me shkatërru mëkatet tona, vdekjen tonë. Atëherë, që të mos kena frikë. Çështja e dytë është që nuk është vetëm këtë kalim, por është fakti që në këtë Ungjill ai na tregon lidhje martësore që ai ka me ne. Pak a shumë si në traditën shqiptare, Krishti u fejua me ne. Jena të martuar, por
kena nevojë akoma që të konsumohet martesa, që të arrijë deri në plotësim. Ashtu si festohet në shtëpinë përpara e nusës, pastaj merret nuse edhe shkohet në shtëpinë e burrit, Krishti ka pak e gjemene. Ka lidh me ne fejese edhe sipas traditës judaike, hebre, ata kishin nevojë vandri me qëndru 1 vit duke përgatitur shtëpinë që mund të ishte në shtëpinë e atit e vet, ose një shtëpi tjetër. Edhe kur shtëpia ishte përgatitur, ai ishte me ardh, me marr nusën e vet, edhe me shku në shtëpinë e atit e vet. Edhe atje shkonte në fest, edhe bëhet dasëm atje në shtëpinë e atit. Mirë, kur do të jetë këtë gjë? Kur do të konsumohet martesa që kena lidhur tashmë me Jezusin kurore? Kur ne do të ndrojmë jetën. Ai do të vi me na marr që të jena gjithmonë me të. Edhe nëse ne jena duke pritur vandrin ton, kur do të jetë momenti vdekjes son, do të jetë momenti më i bukur në jetën tonë. Si kalohet nga vdekja në jetë, si kena me lidh martesën, duke kemë me Krishtin. Ai është udha, jeta e tij, persona e tij, veprat e tija, jeta e tij dhuruar për dashurinë është udha. Që ne të ndjekim gjurmët e tija është me market udhë. Ai është e vërteta. Ai na tregon të vërtetën për jetën tonë, për atin e vet, për qiellin, për kuptimin e jetës. Ai vet është jeta. Nëse ne jena të bashkuar me të, do të jetojmë gjithmonë. E do të jetojmë gjithmonë edhe në gëzim, edhe nëse kena problemet, sepse kemi këtë siguri që ai që ka mposhtur vdekje nuk na braktis. Eksperienca shëmpalit, as kush dhe as gjë mund të na ndaj prej dashurisë së tij. Kur ajo, vëllezër dhe motra, Krishti me të vërtetë u ngjall, edhe ne do të takohemi me ndihmën e tij në mënyrë përfundimtare me të në qiell. Por kena mundësi me taku me të edhe në këtë tokë. Kur ajo, që lëvdu Krishti.